Dini be, për riskun shiko, risku, pra furnizimi, është disa lloje. Një furnizim është që na e fitojmë, dhe një furnizim tjetër është që Allahu përmbi atë punën ti që e bën ta çon riskun. Por kur qohet ajo, kur në mëngjes ti ngritesh në mëngjes e fal 2 rekat namaz, qoftë qatë kohën e mëngjesit hershëm, qoftë kur të ngritesh atër s'ka dalë në gjumi në ora 5-6 me fal, s'ka dalë në gjumi në ora 7-8, do më thënë mos e fillo ditën pa namazin e sabahit, dhe lutja është një prej komponentave, një prej gjërave që e ta shton ty riskun, pra furnizimin. Po gjithashtu bëni like ju lutëm, bëni like edhe bëni tap 5600, hajde 12000 të bëjmë, hajde tap për merak. Gjergj, mos ma qit flamurin sërb, as flamurin turk, ju lutëm, se ta bëj blok. Sërb mos ma qit, as turk mos ma qit, qose ki me qit e shqiptar. Dhe ki edhe një furnizim, qose diçka s'po hec puna, ti po punon, risk nuk ka, qato qape fiton, po prishat një bojler, një macin, një sen, një smuja, andej këndej, dhe më ta nuk je i knaqën me ato sa po punon, riskun nuk e ki të bëllëkshëm. Kjo do me mundet me qenë për shkak se nëse në pasurin tënde përzihet harami, për shembull, une qëtë lap, si ne kom marrë dikun të paleje, na i dyqan, tak e kom marrë e kom qitë në qantë, që ke lapsi që hinë markeri, që hinë në shtëpite une, kjo është kaktar që lutja nuk më pranohet. Nuk më pranohet. Qose e kom qëtu një gjilpon, apëshe, se pa gjilpon së më rrinë shamia, nëse një gjilpon e kom në kokë të hujen, une kur hynë namaz, Allahu Ekber, nuk kom namaz. Prandaj, nëse keni problem me risk, me furnizim, këshyrne, qka keni haram në shtëpi? Ka raste, une kom pas, jo në këtë lagje një këshim, e tjera, edhe kur kom shku të shtëpia ati, dimër ka qenë, s'ka pas në zemje qëndrore, po ka pas një kështu termo i theshin të madhe, të randa që në kanë ato, edhe qatë shumë e kishën zedh dhomën, sa u duke në pik dimrit me nejt me majit. Edhe thash këshisa po pagoni rrym, po pagujmë qështu edhe nisim e kesh. Që do me thanë, në satin e rrymës i kish fut edhe një lidhje tjetër direkt vetëm për nxemjen. E kjo është haram. Nëse ti e vjedh rrymën edhe merr abdes me ujë të nxehtë, uji është abdesi nuk pranohet. Nëse ti e vjedh ujin edhe i merr abdes ose lahesh gusël, pastrim fetar, mas marrëdhënieve seksuale nuk pranohet gusuli. Prandaj për me pas riskun ma të bereqetshëm, sepse furnizimi që ka prej Zotit, ajo ka bereqet edhe s'ka bereqet. Që aty për që aty del diçka pa lidhje edhe ti së mund është deri në fund mujt me shku, atëherë duhet me pastru mallin tënd. Sidomos nëse nuk e ke pastru me motrat e tua, me hisën. Po jam shpall non grata, I am a strong woman. And I will be grata. May Allah says. Që ka që për riskun motër e ndëruar, apo vlla kushin?